Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën Administrativo-Territoriale u mblodh këtë të martë me opozitën e rikthyer në tryezë pas tensioneve dhe bojkotit të mëparshëm. Të dyja palët sinjalizuan një klimë më bashkëpunuese dhe gatishmëri për të prodhuar një draft konsensual për ndarjen e re territoriale. Bashkëkryetari demokrat i Komisionit, Luciano Boçi, theksoi se puna duhet të çojë në një produkt të përbashkët dhe jo në një vendim të paracaktuar nga mazhoranca. Por ne duhet jemi të bindur që nuk ka një paravendosje, një paracaktim të produktit të këtij komisioni. Dhe ne këtu bëjmë xhiron e botës apo të Shqipërisë, sa për spektakël, meqense jemi dhe këtu në paritet, dhe në fund fare, nga mënga, ju na nxirrni variantin për cilin gabimisht ose fatkeqësisht keni pas prononcime të niveleve të ndryshme për numrin e bashkive, për ndarjen e territorit apo për krijimin e institucioneve të tjera. Dhe ne do donim dhe në fakt duke ju përmbajtur dhe logjikës dhe politike, por dhe parlamentare, që komisioni që është ngritur me konsensus, që ka paritet, duhet ketë patjetër një produkt në vetin. Çka do thotë që po ne do punojmë me ekspertët, do punojmë pra qëllim të rëndësishëm, por në fund fare ne duhet dalim me një produkt të dakordsuar në bazë edhe të paritetit që kemi vendosur. Bashkëdrejtuesi socialist Arbian Mazniku vuri theksin te nevoja për një reformë funksionale që sipas tij duhet të përfundojë para zgjedhjeve vendore të 2027-s. Ai tha se bashkitë duhet të jenë më të afta për të përfituar fonde nga Bashkimi Evropian dhe për të funksionuar me standarde më të larta. Ka tashmë prova të dhëna nga majorancës në raport me këtë komision të mirëbesimit për një proces tillë, duke filluar që nga kërkesa për bashkëresin, te kërkesa për ndarjen në mënyrë të barabartë të anëtarëve të komisioni, në vijimësi tek kërkesa që ishte shumë e natyrshme dhe e mirë pranuar nga ana e majorancës që ne të thrasim autoritetin, Kongresin e Autoriteteve Vendore si një partner në këtë komision, por edhe Bashkimi Evropian, por edhe aktorë tjerë potencial si partner të punës të këtij komisioni, si që ishte më sfundmi dhe pas një mungese 2 mujore në komision, një kohë shumë e vyer që ky komision nuk e ka këtë luks, gjë që është shprehur më qartë që mbledhjen tonë të parë që kemi një agjendë ngjeshur pune, por me dakordsinë që pavarësisht hapave ne ta ndalonim pozicionin tonë dhe të riktheheshim në tavolinë e punës për të gjetur opsionin e një bashkëpunimi të mundshëm. Të ndërgjegjshëm për faktin që kjo reformë do të ishte e shëndetshme dhe e mirë për vendin nëse ja dalim ta kalojmë bashkarisht. Kemi dritare shumë specifike për këtë reformë. Kjo dritare lidhet me faktin që në vitin 2027 Shqipëria mbyll negociatat me Bashkimin Evropian dhe sipas të gjitha gjasave me vullnetin politik dhe të Bashkimit Evropian në 2029-2030 Shqipëria bëhet një vend antar. Na duhen bashki të afta për të funksionuar jo thjesht si struktura që janë të afta të ofrojnë shërbim për qytetarët e tyre, por që janë të afta të tërheqin financime dhe mbështetje nga Bashkimi Evropian për territorin e tyre dhe ta ngrejnë funksionimin përtej thjesht punës komunale në qytet, por si struktura që tërheqin financime dhe projekte nga Bashkimi Evropian për territorin e tyre. Komisioni pritet të nisë brenda këtij muaji konsultimet në terren, ndërsa në mars dhe prill do të zhvillohen diskutime tematike për territorin, kompetencat dhe financat publike. Mbledhja e radhës është caktuar për të hënën e 16 shkurtit. Rikthimi i opozitës në komision vjen pas përplasjeve mes PS-s dhe PD-s për përbërjen dhe drejtimin e komisionit, përfshir debatet mbi numrin e anëtarëve dhe formulën e bashkëdrejtimit të komisionit. Aktualisht palët deklarojnë se nuk ka më bllokim të punës dhe se synimi është arritja e një reforme me konsensus politik.